Ai I cili thërët në dinin e Allahut dohet të interesohet gjithashtu pasojat e fetfas së tij. Fetfaja mundet të jetë me vend, jo në vendin e dur. Për këtë arsye në kohën kur kanë ra khilafeti në trevat tonë, muftiu I Turqisë asaj zamani ka dhënë fetfa se çdo kush që qëndron këto trojet, me në tona ku jemi sot, çdo kush që qëndron në këtë vend, e ka haram të qëndron, e ka vajib obligim që të bën hijret, dhe se paku 6 milion apo më tepër vetëm shqiptar kanë bo hijret. Fetvaja sipas argumenteve ka qenë sakt, politikisht jo në vendin e duhur, ka qenë për qëllim të boshadiset Ballkani, si që në boshadis Sponja dhe vendet e qera nga muslimanët. Pra vëllezër të ndershëm, ai që jep fetva duhet të shikon, fetvaja e tij është në favor të muslimanëve apo është ndihmë e armikut kundra muslimanëve. Nëse ndihmë në favor të armikut kundra muslimanëve, edhe pse burimin e ka të sakt, duhet të heshtë. Mos u bën ndihmëtar I armikut të rënojsh dinin e Allahut apo të rënojsh muslimanët, në veçanti në kohën kur ata nuk përshkruat një histori se ka qenë më të dobët ndonjëherë në jetën e vet.